Libri i 4. Fuqia brenda nesh, kur I bindet natyrës, reagon ndaj ngjarjeve duke u përshtatur ndaj asaj që është e mundshme. Nuk ka nevojë për ndonjë lëndë të veçantë, ndjek qëllimin e vet, siç e lejojnë rrethanat dhe nëse as pengesa, I kthen ato në avantazh. Është si zjarr që përpin atë që një flakës të dobët do e shuante. Një flakadan që sa më shumë gjëra t'i hedhësh, aq më lart ngrihet, aq më fort ndriçon. Mos kryej veprime kuturu, ose jo në harmoni me parimet bazë. Gjithkush ëndërron pushimet e përkryera, në fshat, buzdetit, në mal, edhe ti digjesh për të ikur drejt një limeri të qetë, por sa budallallëk, kur prehjen mund ta gjesh kur të duash brenda vetes. S'ka vend më të qetë dhe më larg halleve se shpirti yt. Sidomos kur është në një gjendje të atill, sa mjafton një shikim I brendshëm për të arritur qetësinë e plot, dhe me qetësi nënkuptoj një lloj harmonie. Prehu vazhdimisht kështu, që të ripërtërisësh veten, por jo shumë gjatë, vetëm aq sa duhet për t'u çliruar nga shqetësimet dhe për t'ju kthyer punëve plot energji. Çfarë të mërzit fundja? Ligësia e njerëzve. Ki parasysh se qenjet racionale ekzistojnë për njëra tjetrën, toleranca është pjesë e drejtësisë. Askush nuk bën keq me dashje, dhe mendo për ata që jetuan jetën të mbushur me armiqësi, zili, urrejtje, luftë, dhe tashmë janë nën dhe. Dhe bolluan kove. Apo të mërzit pjesa që të ka rënë? Atëherë, llogarit alternativën, provanin ose atomet dhe gjithë argumentet për ta parë botën si një shtet. Apo të mundon trupi? Ki parasysh se kur mendja tërhiqet në vetvete dhe njeh fuqinë e saj, nuk ka më lidhje me lëvizjen e ashpër apo të butë të frymës, dhe kujto gjithë çfarë kanë mësuar dhe ke pranuar për dhimbjen e kënaqësinë. Apo të mundon dëshira për famë? Por shiko sa shpejt harrohet gjithçka, e përpir në abisin e kohës së pafund. Shiko sa të paqëndrueshëm e sa kokëzbrazët janë ata që të duar trokasin dhe sa I vogël është vendi ku zhvillohet gjithë kjo, sepse bota është thjesht një pikë në hapësirë dhe shumica e saj është e pabanuar. Mendo sa pak do t'jenë ata që do të thuajnë lavde dhe gjithashtu cilët janë. Kështu që strehohu brenda vetes dhe mbi të gjitha mos u shqetëso dhe mos u streso, por ji zoti I vetes tënde dhe shikoj gjërat si njeri, një qenie njerëzore, një qytetar, një vdekatar. Dhe në parimet kryesore që ke si fanar, përfshi këta të dyja, që gjërat nuk kanë pushtet mbi shpirtin, ato që ndrojnë pa lëvizur jashti, shqetësimet vinë nga brenda, nga perceptimet tona. Dhe çdo gjë që shikon shumë shpejt do të ndryshojë dhe do të pushojë se ekzistuari. Mendo sa shumë ndryshime ke parë deri tani. Universi është ndryshim, jeta është thjesht perceptim. Nëse të gjithë njerëzit kanë të përbashkët mendjen, atëherë kanë të përbashkët edhe arsyen, që na bën qenie racionale dhe na tregon çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet të bëjmë. Nëse është kështu, atëherë kemi edhe një ligj të përbashkët dhe për rrjedhoj jemi bashkëadhetar. Dhe nëse është kështu, bota është një lloj shteti. Çfarë entiteti tjetër mund t'i përkiste gjithë njerëzimit? Dhe prej këtij shteti të përbashkët vjen mendja, arsyeja dhe ligji. Nga tjetër mund vinin vallë. Ndër pjesët që më përbëjnë, dheu vjen nga toka, uji nga një tjetër element, ajri nga burimi I vet, nxehtësia dhe zjarri nga burimet e tyre, me që asgjë nuk vjen nga asgjëja dhe asgjë nuk kthehet tek asgjëja. Kështu që edhe mendja duhet të vijë nga diku. Vdekja, si lindja, është mister I natyrës, elemente që ndahen dhe kombinohen sërish. S'ka asgjë të turpshme, nuk bie ndesh as me arsyen, as me natyrën tonë.
Njerëz me një natyrë të caktuar detyrimisht do të sillen në një mënyrë të caktuar. Të acarohesh me këtë është si të acarohesh me fikun sepse prodhon ujithin e hidhur. Në fundit ki parasysh se pas pak të dy do t'jeni të vdekur e shumë shpejt të harruar. Mos mendo më bën keq që të mos ndihesh keq. Nëse nuk ndihesh keq, e keqja nuk të prek. Diçka mund të prish jetën vetëm nëse të prish karakterin, ndryshe nuk të bën dot keq, nga brenda apo nga jashtë. Natyra ngulmon për atë që i sjell dobi të gjithës. Çfarëdo që ndodh me të drejtë. Këqyr çka ndodh dhe do e shohësh që kështu është. Jo thjesht si rrjedhoje një shkaku, por që ndodh me drejtësi dhe si e peshuar mirë nga dikush që të jep hakun. Vazhdo të vëresh me kujdes siç ke filluar dhe mishëron në çdo veprim mirësinë, çka përcakton një njeri të mirë. Përmbaju kësaj në çdo gjë që bën. Mos i shiko gjërat nga këndvështrimi i atij që të ka bërë keq, ose siç do të donte ai që t'i shihje, por siç janë në të vërtetë. Duhet të jesh gjithnjë i gatshëm për të zbatuar këto 2 rregulla veprimi. Së pari, bëj vetëm çfarë thot arsyeja jote sovrane dhe ligjvënëse për të mirën e njerëzimit. Dhe e dyta, ndrysho mendim kur dikush të sqaron dhe të largon nga opinionet e pabaza, por kjo kthes duhet të bazohet gjithnjë tek bindja se i shërben drejtësisë apo të mirës së përbashkët dhe asgjë tjetër. Jo se të jep më tepër kënaqësi apo popularitet. Ke arsye? Po. Atëherë pse nuk e përdor? S'është kjo çka do më shumë se gjithçka, që arsyeja të bëj punën e saj? Ke funksionuar si pjesë e diçkaje. Një ditë do të zhdukesh brenda asaj që të lindi, ose më saktë, do të kthehesh tek arsyeja, prej së cilës dalin të gjitha përmes ndryshimit. Shumë copa temjani në të njëjtin altar, njëra bie më herët, tjetra më vonë, por kjo nuk ndryshon asgjë. Tani të shohin si bish, si majmun, por brenda 10 ditësh do ju dukesh si perëndi nëse ju kthehesh parimeve të tua dhe nderimit për arsyen. Mos vepro sikur ke mijëra vjet për të jetuar. Vdekja të rri mbi kokë, sa je gjallë e mundesh, bëhu i virtytshëm. Sa qetësi e paqe fiton njeriu kur nuk i kushton vëmendja asaj që thot, mendon apo që bën fqinje i vet, por shikon vetëm çfarë bën vet në mënyrë që të jetë e drejtë dhe e pastër në çdo drejtim. Njeriu i mirë nuk merret me terrin e zemrës së tjetrit, por rend drejt objektivit pa u lëkundur. Kush digjet për lavdin pas vdekjes, haron se edhe ata që e kujtojnë shumë shpejt do të vdesin. Dhe brezi tjetër pas tyre gjithashtu. Dhe kështu, kujtimi i tij që kalon nga njëri tek tjetri do të zbehet derisa të shuhet. Por ta zëm se ata që të kujtojnë janë të pavdekshëm dhe kujtimi yt nuk do të shuhet kurrë. Çfarë fiton prej kësaj? Dihet që të vdekurve nuk ju hyn në punë lavdet, por edhe të gjallëve e shumta mund t'ju sjellin ndonjë lehtësi dhe aq. Se ti refuzon dhuratat e natyrës në të tashmen dhe ke mendjen tek ato që do të thonë për ty në të ardhmen. Gjërat e bukura të çdo lloji janë të bukura në vetvete dhe të plota në vetvete. Lëvdatat nuk luajnë asnjë rol në këtë mes, se asgjë nuk bëhet më e mirë apo më e keqe prej lëvdatave. Kjo vlen edhe për gjërat që në të folurin e zakonshëm quhen të bukura, si objektet fizike apo veprat e artit. I duhet ndonjë gjë më tepër asaj që është vërtet e bukur vallë? Jo më shumë se i duhet drejtësisë apo të vërtetës, mirësisë apo modestisë. Cila nga këto lartësohet prej lavdeve apo ulet prej kritikave? Zbehet bukuria e smeraldit nga që askush nuk e lëvdon? Apo e floririt, fildishit, purpurit, lirës, shpatës, shkures? Nëse shpirtat tanë vazhdojnë të ekzistojnë,
Si gjen ajri hapësirë për të gjithë ata që prej fillimit të kohës? Si gjen toka hapësirë për të gjithë trupat e varrosur që prej fillimit të kohës? Në fakt, pas një farë kohe trupat përmes ndryshimit dhe dekompozimit bëjnë vend për të tjerat, po kështu edhe shpirtrat që të çlirohen në ajër. Ata vazhdojnë një farë kohe, pastaj ndryshojnë, davariten, digjen dhe përthithen tek arsyeja prej së cilës del gjithçka. Kështu bëjnë vend për të ardhurit e rinj. Kjo do të ishte përgjigjja jonë nëse supozojmë që shpirti vazhdon të ekzistojë pas vdekjes. Por duhet të marrim parasysh jo vetëm masën e trupave të varrosur sipas mënyrës së zakonshme, por edhe sasinë e kafshëve që konsumojnë çdo ditë nga ne dhe nga kafshët e tjera. Sa shumë janë konsumuar kështu, të varrosur, si me thënë, në trupat e atyre që janë ushqyer me ta. Dhe megjithatë, ka hapësirë për të gjithë, sepse ata kthehen në mishe gjak ose transformohen në ajër apo zjarr. Si përcaktohet e vërteta e kësaj? Duke dalluar lëndoren nga shkakësorja. Mos u vërtit sa ndej këtej, por në lidhje me çdo impuls bëj atë që duhet dhe në lidhje me çdo ide ruaj fuqinë e gjykimit. Univers, çfarë është në harmoni me ty, është në harmoni me mua. Çfarëdo kohë që zgjedh ti, është koha e duhur, as vonë, as herët. Natyrë, çka sjell instinët e tua, është fryt për mua. Gjithçka vjen nga ty, ekziston në ty, kthehet tek ty. Poeti thotë, qyteti i dashur i Cecrops. Nuk thua dot qyteti i dashur i Zeusit? Nëse do qetësi, bëj pak. Ose më saktë bëj atë që është esenciale. Çfarë kërkon arsyeja e një qenie sociale, ashtu si duhet. Gjë që sjell një kënaqësi të dyfisht, të bësh pak gjëra dhe t'i bësh mirë, sepse shumica e atyre që themi dhe bëjmë nuk është e nevojshme. Nëse mund t'i eliminosh, ke më shumë kohë të lirë dhe më shumë qetësi. Pyet e veten çdo çast, është e nevojshme kjo? Por duhet të eliminojmë edhe idetë e panevojshme, për të eliminuar veprimet e panevojshme që rrjedhin prej tyre. Provo sa të ngjit jeta e njeriu të mirë. Një njeri i gëzuar për atë që i ka rënë në pjesë dhe i kënaqur me veprimet e tij të drejta dhe natyrën e tij dashamirëse. Përveç këtyre, shiko dhe këtë. Mos u shqetëso, përpiqu të jesh i thjesht. Dikush bën keq, të keqen ja bën vetes. Të ka ndodhur diçka ty? Bukuri, ashtu ishte shkruar për ty nga natyra dhe ishte ndërthurur me fijet e fatit që nga fillimi. Jeta është e shkurtër, kaq mund të thuash. Merr çfarë të mundesh nga e tashmja me maturi dhe drejtësi. Ji i përkohur, por i çlirat. Ose një univers i organizuar mirë, ose një kaos, por që mbetet një univers. Është e mundur që tek ty të ketë rregull, por gjithësia të jetë lëmsh vallë? Pikërisht kur gjërat janë aq të ndryshme, aq të shpërhapura, por megjithatë aq të ndërthurura? Çfarë karakteri? Aq i zi, aq i paburr, aq kokshkëmb, aq kafshëror, aq foshnjor, aq budalla, aq i trash, i leqar, aq patakçi, aq tiranik. Është i huaj, kush nuk di çfarë përmban universi apo çfarë ndodh në të. Është i arratisur kush arratiset prej arsyes. Është i verbër kush mbyll sytë e mendjes. Është lypës kush varet nga të tjerë dhe nuk qëndron dot me këmbët e veta. Është qiban në trupin e universit kush veçohet nga arsyeja e natyrës sepse është i pakënaqur me ato që ndodhin. Po ajo natyrë që të përfitoj ty, përfiton edhe rrjedhën e ngjarjeve. Është një gjymtyre prerë nga komuniteti kush ndan shpirtin nga shpirti i gjithë qenieve racionale. Duhet të jenë një. Një filozof nuk ka rroba, tjetri nuk ka libra. Një i tretë gjysmë lakurisht thotë, për të ngrënë nuk kam, por i përmbahem arsyes. Bukën nuk e nxjerr nga librat, por asaj i përmbahem edhe unë.
Duaje zanatin që ke mësuar dhe gjej prehje në të. Besoja gjithçka zotave me gjithë zemër dhe jetoje jetën pa u bërë padroni dhe sklavi I askujt. Kujto kohën e Vaspasianit, njerëzit bënin të njëjta gjëra, martoheshin, rritnin fëmijë, sëmureshin, vdisnin, luftonin, festonin, tregtonin, punonin tokën, mburreshin, kapardiseshin, dyshonin, komplotonin, luteshin për vdekjen e të tjerëve, qaheshin për jetën e tyre, dashuronin, mblidhnin pasuri, digjeshin për ofishe ose për një kuror. Po ku është jeta e tyre tani? Ose epoka e Trajanit, po të njëjtat gjëra. Edhe ajo jetë ka shkuar. Studio analet e çfarë do epoke. Shiko sa u munduan njerëzit dhe shpejt vdiqën për t'u shpërbërë në elemente që I formuan. Por mbi të gjitha, sill në mend ata që ke njohur vetë, ata që punuan më kot e nuk bën atë që duhet të bënin, dhe ti përmbaheshin e të gjenin kënaqësinë në të. Ja diçka esenciale që duhet mbajtur në mend. Vëmendja që I kushtohet çdo veprimi duhet të jetë në proporcion me vlerën e tij. Është më mirë për ty që të mos I kushtosh gjërave të vogla më shumë kohë se ç'meritojnë. Shprehjet e zakonshme dikur tani tingëllojnë arkaike. Po kështu dhe emrat e njerëzve të lavdishëm dikur, Camillus, Caseo, Volesus, Dentatus, Scipio dhe Cato, Augustus, Adrian dhe Antonius e të tjerë, po kështu tingëllojnë. Gjithçka venitet sa kaq, kthehet në legjendë dhe shpejt e mbulon harresa. Dhe këtu flas për ata që shkëlqyen mbi dhe, të tjerët harrohen sa mbyllin syt. Ç'është fama e përjetshme? Zbrasti. Atëherë për çfarë duhet të përpiqemi? Vetëm për këtë. Drejtësi në mendim, altruizëm në veprim, vërtetësi në fjalë dhe një gatishmëri për të pranuar çfarëdo që ndodh dhe si të nevojshme dhe të natyrshme, si diçka që vjen nga po ai burim prej të cilit vjen dhe ti. Lëre veten në duart e Klothos, le ta ndërthur ajo fillin e fatit tënd si të doj. Gjithçka është kalimtare, ata që kujtojnë dhe kujtimet e tyre. Vëzhgo vazhdimisht si lind gjithçka nga ndryshimi dhe mësohu me idenë që natyra më shumë se gjithçka dëshiron që të transformoj çka ekziston dhe të bëj gjëra të reja si ajo. Çdo gjë që ekziston është fara e asaj që do të dalë prej saj. Mendon se farat e vetme janë ato që hidhen në tokë apo në mitër? Ky është mendim profani. Vdekja po të afrohet dhe ti vazhdon të jesh I rënduar, I turbulluar, I paçliruar nga dyshimi se gjërat e jashtme mund të bëjnë keq, ende jashpër me të tjerët dhe vazhdon të mos shikosh se urtësia është drejtësi. Vështro në mendjen e të urtëve dhe shiko çfarë shmangin dhe çfarë ndjekin ata. Njeriut nuk I vjen e keqja nga çfarë bluajnë në mendje të tjerët, as nga luhatjet apo ndryshimet në botën rreth tij. Atëherë nga I vjen e keqja? Nga kapaciteti yt për të gjykuar diçka si të keqe. Le të hesht pjesa jote që jep gjykime dhe gjithçka do të jetë mirë. Edhe nëse ai që ndodhet më pranë shpirtit, trupi yt pritet ose digjet, qelbëzohet apo kalbëzohet. Me fjalë të tjera, duhet kuptuar se çfarë ju ndodh të gjithëve, të mirëve apo të këqijve, nuk është as mirë as keq. Çfarë ndodh në çdo jetë, të jetuar sipas natyrës apo jo, s'është as në përputhje me natyrën, as kundër saj. Mendoje botën si një qenie të vetme, me një substancë dhe një shpirt të vetëm. Dhe vëzhgo si gjithçka shfaqet në perceptimin e kësaj qenjeje dhe si realizon kjo qenje gjithçka përmes një impulsi të vetëm dhe si gjithë gjërat punojnë së bashku për të përftuar gjithçka tjetër në vijim dhe sa të ndërthurura janë me njëra tjetrën. Je vetëm një shpirt që bart një kufom, siç thot Epitekti. S'ka asgjë të keqe tek ndryshimi dhe asgjë të mirë tek çfarë rezulton prej tij.
Koha është një lumë, një rrjedhë furishme ngjarjesh, sa na shfaqe diçka, rryma e merr me vete dhe të tjerat me radh pasaj. Çdo gjë që ndodh është po aq e natyrshme dhe e njohur si trëndafili në pranverë dhe frutat në vjesht. E njëjta që vlen edhe për sëmundjen, vdekjen, shpifjet, intrigën, gjithçka që mërzit apo gëzon budallënt. Çka vijon lidhet me atë që ka ndodhur më parë, jo si një renditje arbitrare, por si një vijimsi logjike. Dhe siç është harmonike çka ekziston, çka vijon shfaq gjithashtu jo thjesht një vazhdimsi, por një harmoni të mahnitshme. Kujto shprehjen e Heraklitit: dheu vdes për t'u bërë ujë, uji vdes për t'u bërë ajër, ajëri vdes për t'u bërë zjarr dhe kështu me radhë. Kujto dhe shprehjen e tij për njeriun që ka harruar ku e shpije rruga. Dhe shprehjen: ata janë në konflikt pikërisht me atë që kanë lidhje me të qëndrueshme, arsyen që sundon gjithçka. Dhe atyre ju duket e huaj çka hasin për ditë. Gjithashtu, ne nuk duhet të veprojmë dhe të flasim si ata që janë në gjumë, se edhe në gjumë flasin dhe veprojnë. Ose si fëmijët që kopjojnë prindërit dhe bëjnë vetëm si i kanë mësuar. E zëm se një hyni të lajmëron që do të vdesësh nesër ose pas nesër. Vetëm po t'ishte ndonjë shpirt lepur të jepje rëndësi një ditë më shumë apo më pak, se në të vërtetë çfarë ndryshon? Në të njëjtën mënyrë, mos e quaj për gjë të madhe nëse vdes pas shumë vjetësh apo nesër. Mos harro sa shëronjës kanë vdekur pasi vrejtën vetullat aq herë mbi sëmurët dhe sa astrolog pas parashikimeve pompoze për fundin e të tjerëve dhe sa filozof pas diskutime shpafund mbi vdekjen dhe pavdeksin dhe sa luftëtar pas i vran me duart e tyre aq vetë dhe sa tiran pas ushtrimit të pushtetit mbi jetën dhe vdekjen me një arrogancë të lemerishme, a thua se vetë ishin të pavdekshëm. Dhe sa qytetet të tëra nuk janë më, Helice, Pompei, Herkulanum dhe shumë të tjerë. Dhe sill në mend, njëri pas tjetrit, të gjitha ata që ke njohur vetë, njëri që varrosi shokun, që u varros më pas nga një i tretë dhe ky i fundit nga një tjetër pas tij, të gjithë brenda pa kohësh. Me një fjalë, shiko sa e shkurtër është jeta e njeriu dhe sa e pavlerë. Dje një pikël far, nesër, mumje apo hi. Kështu që ec përmes këtij fenomeni fluturak të kohës, ashtu si që kërkon natyra, dhe pranoje fundin me dinjitet, ashtu si ulliri i pjekur që bie nga pema duke bekuar tokën që e lindi dhe mirënjohës ndaj pemës ku rrit. I si një shkëmb ku dallgët përplasen pa pushim, si shkëmbi që qëndron i patundur dhe shes si fashiten ujërat e trazuar rreth tij. Sa fatkeq jam që më ndodh kjo, as pak, sa me fat jam që nuk u theva nga ajo që ndodhi dhe nuk i trembem të nesërmes. Mund t'i ndodhte kujdo, por jo kushdo do e përballonte një goditje të atill. Atëherë, pse ta quash fatkeqësi dhe jo fatmirësi? Mund të quash fatkeq diçka që nuk bie ndesh me natyrën njerëzore? Apo mendon se diçka që nuk është kundër vullnetit të natyrës mund ta cënoj atë? Por ti e njeh vullnetin e natyrës, të pengon çka të ndodhi që të veprosh me drejtësi, bujari, vetkontroll, kujdes, ndershmëri, përulësi dhe gjithë cilësitë e tjera që i mundësojnë natyrës së njeriut që të përmbush vetveten. Prandaj, para çdo vështirësie që të mundon, mbaj parasysh këtë parim. Kjo nuk është fatkeqësi, përballimi i saj me fisnikëri është fatmirësi. Një taktik jo filozofike, por efektive gjithsesi, kundër frikës ndaj vdekjes. Sill në mend njerëzit që u kapën me thonje me dhëm pas jetës. Çfarë fituan që vdiqën pleq? Në fundit të gjithë prehen nën dhe. Kajdianus, Fabius, Juliani, Lepidus dhe gjithë të tjerët që varrosën bashkofësit e tyre dhe një ditë ju shkuan pas nën dhe. Jeta jonë është aq e shkurtër. Dhe kur mendon në çfarë rrethanash, mes çfarë njerëzish dhe në çfarë trupje jetojmë, s'ja vlen t'i japësh aq rëndësi.
Shiko abisin e së shkuarës dhe pafundësinë e së ardhmes. Nëse marrin parasysh këtë, çfarë ndryshimi ka nëse jeton 3 ditë apo 3 breza? Merr rrugën më të shkurtër, rrugën e natyrës, për të folur dhe vepruar në mënyrë të shëndetshme. Kështu çlirohesh nga dhimbjet e mundimet, nga gjithë llogaritë e pretendimet. Libri i 5. Nagim, kur mezi ngrihesh nga gjumi, thuaj vetes: po ngrihem për të bërë punën time si një qenie njerëzore. Çka për t'u ankuar nëse do të bëj atë për të cilën linda dhe për të cilën u solla në botë? Apo u krijova për të ndenjur në shtrat rehate, ngrohtën batanie? Por në shtrat është më këndshëm, u linde për kënaqësi apo për të vepruar dhe për të përjetuar? Nuk ishe bimët, shpendët, milingonat, merimangat dhe bletët që bëjnë punën e tyre dhe luajnë rolin e tyre në mbarvajtjen e botës? Dhe ti refuzon të bësh punën tënde si një qenie njerëzore? Pse nuk nxiton për të bërë atë që kërkon natyra? Por edhe gjumi duhet. Por natyra ka vënë një mas për këtë, ashtu si ka vënë mas për ngrënien dhe pirjen, dhe ti e ke kaluar atë mas shumë herë. Ndërsa për të vepruar ndryshon puna, aty ke mangësi. E vërteta është se ti nuk do veten tënde, ndryshe do të doje natyrën tënde dhe çfarë kërkon ajo prej teje. Njerëzit që duan çka bëjnë, japin maksimumin për të, duke harruar madje që të lahen apo të hanë. Ti nuk e respekton natyrën tënde siç respekton gdhendësi gdhendjen, kërcimtari kërcimin, kopraci paran, arrivisti statusin. Kur këta njerëz jepen pas diçkaje, ja dalin edhe pa ngrënë, edhe pa fjetur për të arritur qëllimin e tyre. Puna për të mirën e përbashkët ka më pak vlerë për ty? Si a vlen për kushtimi për të? Sa e lehtë është që të largosh e të fshish çdo shqetësim apo mendim të pavend dhe të arrish në çast qetësinë e plot. Vlerësoje si të denjë për ty që të thuash apo të bësh gjithçka që përputhet me natyrën. Mos u step nga komentet apo kritikat që mund të vijojnë. Nëse është diçka e mirë për t'u thënë apo për t'u bërë, atëherë të takon. Të tjerët i binden arsyes së tyre, ndjekin impulset e tyre. Mos u huto prej tyre, vazhdo të ecësh, ndiq natyrën tënde dhe natyrën e universit që ndajnë të njëjtën udhë. Eci në udhët e natyrës derisa të vijë dita që të bie e të prehem. Kur do ja besoj frymën e fundit ajrit, prej të cilit mora frymë për ditë, e të bie në tokën nga i mat mori faren e tij, nëna gjakun e saj dhe më ndesha ime qumështin. Toka që më dha për të ngrënë e për të pirë gjithë këto vite dhe që ndonë se shfrytëzoj për aq shumë gjëra, vazhdon të më mbaj kur shkel mbi të. Për mbretësi nuk shquhesh. Ashtu qoftë, por ka plot gjëra të tjera për të cilat nuk mund të thuash nuk më jepet. Shfaq cilësitë që zotëron, ndershmëri, dinjitet, rezistencë, përbuzjen për kënaqësitë seksuale, pranimin e fatit, përkoren, seriozitetin, mendjen e lartë. E shikon sa cilësi mund të shfaqësh për të cilat nuk mund të thuash se të mungon kapaciteti? Dhe megjithatë, mjaftohesh me një standard më të ulët. Apo ndonjë gjë e lindur të detyron që t'jesh grindavec, shpirt vogël, t'ju krejesh bishtin të tjerëve, të qahesh për shëndetin e lig, të mburresh dhe të jesh i paqet në shpirt. Jo, ti mund t'ishe çliruar me kohë prej këtyre dhe pastaj do të kishte mbetur vetëm një minus, një farë ngadalësie në kapjen e gjërave. Edhe këtë duhet ta korrigjosh me praktik, s'është diçka për t'u shpërfillur, jo më për t'u çmuar. Disa, kur të bëjnë një të mirë, nuk lënë rast pa ta përmendur. Derisa të tjerë nuk shkojnë deri këtu, por me mendje të quajnë borxhli, krejt të vetëdijshëm për favorin që të kanë bërë. Por ka edhe nga ata që në një kuptim s'janë as të vetëdijshëm për atë që bëjnë, si Hardhia që prodhon rrush pa kërkuar gjë në shkëmbim, si Kali pas mbarimit të garës, si Qeni pas mbarimit të gjahut, ose Bleta pasi ka prodhuar mjaltin.
Kështu si këta, njeriu që kryen një vepër të mirë nuk vë te llallin për të, por vazhdon me diçka tjetër, si hardhia që jep vile të rinj kur vjen stina. Kështu duhet jemi edhe ne, të veprojmë pothuajme pa vetëdije? Pikërisht, vetëm se me vetëdije të plotë, sepse qenjet sociale i karakterizon vetëdia për t'i vlerësuar veprimet e tyre nga pikpamja sociale, plus dëshira që edhe fqinjet e tyre të jenë të vetëdijshëm për këtë. Kjo është e vërtetë, por ti po më keq kupton dhe do të përfundosh si njerëzit që përmenda më lart, i gabuar nga një arsyetim që duket bindës. Por nëse përpiqesh të kuptosh çfarë po them, s'ke pse të shqetësohesh se mos lësh pas dore detyrën tënde ndaj shoqërisë. Athinasit luten. Zeus dërgo shiun mbi fushat dhe livadhet e Athinas. Ose një lutje thjesht si kjo, ose më mirë, pa lutje. Siç thonë se doktori i dha dikujt një kur, për shembull kalorimin, banjat me ujë të ftohtë apo ecjen zbathur, mund të themi natyra i dha këtij personi një sëmundje, ose verbërin, ose humbjen e gjymtyre apo çfarëdo tjetër. Në rastin e parë, dhënia e kurës në thonjza nënkupton urdhërimin e një trajtimi specifik në interesin e të sëmurit. Po kështu edhe në rastin e dytë. Çfarë na ndodh është e urdhëruar në interes të fatit ton. Ngjarjet që na ndodhin janë si blloqet që përdorin ndërtuesit për ngritjen e një muri apo një piramide. Ata zgjidhen dhe përputhen me njëri tjetrin në një strukturë harmonike, sepse ka një harmoni të vetme që përfshin gjithë gjërat. Ashtu si një mori trupash formoj një trup të vetëm që është bota, po kështu një mori shkaqesh formoj një shkak të vetëm që është fati. Edhe njerëzit e zakonshëm e kuptojnë këtë kur thonë, ashtu ishte shkruar nga fati. Ashtu ishte shkruar vërtet, do me thënë ashtu ishte caktuar për personin. Atëherë le të pranojmë çfarë na jep fati, siç pranojmë çfarë na jep mjeku. Mund të mos jetë e këndshme, por ne e pranojmë se duam që të shërohemi. Shikoje realizimin e planeve të natyrës, siç shikon shëndetin tënd dhe prano gjithë çfarë ndodh, edhe nëse duket e vështirë për t'u pranuar, sepse i shërben shëndetit të universit dhe mirëqenies e virtytësisë të vetë Zeusit, që nuk do i kishte bërë askujt asgjë që nuk do t'ishte për të mirën e të tërës. Natyra nuk sjell kurrë diçka që nuk është e dobishme për ata që kanë nën vete. Prandaj, ka dy arsye për të pranuar ato që të ndodhin. E para është se të ndodh ty, është caktuar për ty dhe të përket ty, si një fill i fatit thurur nga më i lashti shkaqeve. Arsyeja tjetër është se çka i ndodh një individi kontribuon për të mirën, suksesin dhe madje mbijetesën e fuqisë që drejton botën. Se tërësia dëmtohet nëse shkëput edhe grimën më të vogël prej vazhdimësisë së pjesëve dhe synimeve të saj. Dhe ti këtë bën sa herë ankohesh e qash, pengon dhe shkatëron. Nuk duhet të dekurajohesh dhe të dëshpërohesh nëse nuk ja del që të veprosh gjithnjë sipas parimeve. Ngrihu pas çdo rrëzimi dhe gëzohu nëse në tërësi veprimet e tua janë të denja për një qenie njerëzore dhe ndiq pa u lëkundur rrugën që ke nisur. Mos e shiko filozofinë si nxënës si mësuesin, por si sëmuri nga sytë sfungjerin dhe të bardhën e vezës që e lehtëson, ose të tjerët pomadën apo melhemin. Pa trumbetuar kësisoj bindjen ndaj arsyes, por duke gjetur prehje në të. Ki parasysh se filozofia kërkon vetëm atë që kërkon natyra. Ti ke ndjekur diçka tjetër që bie ndesh me natyrën. Çfarë mund të ishte më e pëlqyeshme? Vallë kështu na fut në kurth kënaqësia. A nuk do të ishte shpirtmadhësia më e pëlqyeshme? Apo liria, ndershmëria, pavarësia, fetaria? Ka më të pëlqyeshme se vetë urtësia nëse llogaritin besueshmërinë dhe efektivitetin e aftësisë për të njohur e kuptuar në çdo situatë. Gjërat janë mbështjell me një vel misteri aq të dendur sa shumë filozofë të Zot thonë se njohja e tyre është e pamundur. Edhe stoikët pranojnë se arritja e kësaj është shumë e vështirë. Çdo vlerësim që bëjmë nuk është i sigurt, ka njëri të pagabueshëm.
Kaloje vështrimin tek vetë objektet materiale, sa të përkohshëm janë, sa të pavlerë, gjëra që mund t'i zotërojë çdo pervers, çdo lavire, çdo hajdut. Më pas, shiko karakterin e njerëzve rreth teje. Edhe më të mirët mezi durohen, dhe sa për atë, njeriu mezi duron edhe veten. Në tërë këtë terre patak, këtë rrjedh të pandalshme të lëndës dhe kohës, të lëvizjes dhe gjërave që lëvizen, nuk di çfarë është për t'u vlerësuar apo për t'u ndjekur seriozisht. Përkundrazi, ne duhet të marrim kuraj dhe të presim qetësisht shpërbërjen natyrale. Dhe ndërkohë që të mos jemi të paduruar, por të gjejmë ngushëllim në këto dy mendime. 1. Nuk mund të na ndodh asgjë që nuk është në përputhje me natyrën. 2. Është në dorën tonë që të mos bëjmë asgjë kundër Zotit dhe shpirtit tonë. Askush nuk mund të na detyrojë. Çfarë po bëj me shpirtin tim? Bëja këtë pyetje vetes vazhdimisht për të gjetur çfarë gjendet në ta ashtu quajturën mendjen tënde dhe çfarë lloj shpirti ke tani. Shpirtin e një fëmije, një të riu, të një gruaje, shpirtin e një tirani, shpirtin e një kafshë shtëpiake apo të një bishe të egër. Për të krijuar një ide mbi konceptin e shumicës për të mirat, nëse për shembull quan të mirat të vërteta urtësinë, vetkontrollin, drejtësinë dhe burrërinë, atëherë vargu komik të kesh aq të mira sa të mos kesh nuk ka kuptim. Por nëse ke nocionin popullor për të mirat, atëherë sarkazma e autorit duket krejt me vend. Kjo tregon se edhe masa e gjerë di që ta bëj dallimin. Ndryshe ironia do t'ishte fyese për ta në rastin e parë, por në fakt ajo pranohet si një thumbim me vend dhe i holl kur i referohet pasurisë dhe të mirave që lidhen me luksin dhe famën. Tani shkoj një hap më tej dhe pyet veten nëse duhet të pranojmë dhe të vlerësojmë si të mira ato që kishte parasysh autori komik kur që sëndiste të kesh aq të mira sa të mos kesh ku të thjesësh? Jam i përbërë nga substanca dhe çfarë i jep jetë asaj. Asnjë prej tyre nuk do të zhduket drejt hiçit, ashtu si nuk erdhën prej hiçit. Kështu, çdo pjesë e imja do të shndërrohet në një tjetër pjesë të universit, kjo e fundit në një tjetër dhe kështu me radhë në pafundësi. Përmes një procesi të ngjashëm erdha edhe unë në jetë, edhe prindrit e mi para meje, prindrit e prindërve dhe kështu prapa në kohë sërish në pafundësi. Shprehja që ndonë se universi është i organizuar në një varg periudhash të fundme. Arsyeja dhe arti i të arsyetuarit janë kapacitete të mjaftueshme për veten dhe funksionin e tyre. Nisin nga burimi i tyre dhe vazhdojnë drejt objektivit të caktuar para tyre. Prandaj, veprimet e bazuara tek arsyeja i quajmë të drejtë, për të treguar se ndjekin rrugën e drejtë. Njeriut i përkasin vetëm ato gjëra që e përcaktojnë si njeri. Asgjë tjetër nuk mund të kërkohet prej tij. Të tjerët nuk janë të përshtatshme për natyrën njerëzore dhe as nuk e përsosin atë. Rrjedhimisht, ato nuk janë objektivi ynë dhe as nuk na ndihmojnë për ta arritur atë, të mirën. Nëse ndonjë prej tyre do t'ishte me vend për ne, do t'ishte pa vend që ta përbuznim apo t'i rezistonim. Dhe nuk do t'ishte e lavdërueshme as aftësia për t'ia dalë edhe pa to. Nëse ato gjëra do t'ishin të mira, nuk mund të ishte diçka e mirë heqja dorë prej tyre. Por në realitet, sa më shumë e privojmë veten nga gjëra të tilla dhe të ngjashme me to, ose lejojmë që të na privojnë, aq më të mirë bëhemi si njerëz. Mendja është si mendimet që bluan, sepse shpirti merr ngjyrën e mendimeve të tua. Prandaj ngjyroje me mendime të tilla. Ku ka mundësi për të jetuar, ka mundësi edhe për të jetuar mirë. Nëse mund të jetosh në oborin perandorak, edhe në obor mund të jetosh mirë, ose gjërat që shkojnë drejt asaj për të cilën jeni krijuar, drejt objektivit të tyre ku qëndron e mira dhe interesi i tyre. Rrjedhimisht, e mira për qenjet racionale është bashkësia me të tjerët,
Është provuar prej kohësh se për këtë jemi krijuar. Apo nuk duket qartë se format e rendit të ullët janë bërë për ato të rendit të lartë dhe ato të rendit të lartë për njëra tjetrën. Gjallësat qëndrojnë më lartë se gjërat pa jetë dhe qenjet racionale akoma më lartë. Të duash të pamundurën është shmenduri, siç është e pamundur për të ligjt që pikërisht atë të duan. Askujt nuk i ndodh asgjë që nuk mund ta durojë. E njëjta gjë ju ndodh edhe të tjerëve, dhe ata qëndrojnë pa ustepur dhe nuk pësojnë gjë, ose prej pavetëdijes për atë që ju ndodh, ose nga që duan të tregojnë forcën e tyre. Është urtësia vërtet më e dobët se ignoranca dhe kryelartësia? Gjërat nuk kanë pushtet mbi shpirtin. Ato nuk mund ta prekin, nuk mund ta lëvisin apo ta drejtojnë. Ai lëvizet e drejtohet vetëm nga vetvetja. Dhe çdo gjë që i del përpara e gjykon dhe e interpreton siç e sheh me vend. Në një kuptim, njerëzit janë interesi ynë kryesor. Puna jonë është që t'ju bëjmë mirë dhe të jemi të durueshëm me ta. Por kur ata na pengojnë në detyrat tona, bëhen neutral për ne si dielli, era, kafshët. Ata mund të pengojnë veprimet tona, por nuk mund të pengojnë synimet dhe prirjet tona, sepse ne kemi fuqinë që të përshtatemi dhe t'i kthejmë rrethanat në avantazhin ton. Mendja përshtat për qëllimin e saj pengesat ndaj veprimeve tona. Pengesa ndaj veprimit i jep hovë veprimit. Çka rrugën bllokon, bëhet vetë rruga. Ndero fuqinë më të lartë në univers, atë për të cilën funksionojnë gjithë gjërat dhe prej së cilës drejtohen, dhe ndero fuqinë më të lartë tek vetja jote, atë që është një me fuqinë e parë, se edhe tek ty vetëm për të funksionon gjithçka tjetër dhe jeta jote drejtohet prej saj. Çfarë nuk dëmton komunitetin, nuk dëmton antarët e tij. Kur kujton se je dëmtuar, apliko këtë rregull. Nëse komuniteti nuk është dëmtuar, as unë nuk jam dëmtuar. Por nëse komuniteti është dëmtuar, mos u zemro me personin përgjegjës, por tregoj ku ka gabuar. Ki parasysh sa shpejt kalon e shtuket gjithçka, gjërat e tanishme dhe ato në ardhje. Lumi i ekzistencës rrjedh pa u ndalur, aktivitetet e saj një fluks i pareshtur, motivet e saj një larmi e pafund. Asgjë nuk është i qëndrueshme, as ato që duken të atilla. Pafundësia e të shkuarës dhe e të ardhmes hapet para nesh, abisi kush duket gjithçka, thellësinë e të cilit nuk mund ta shohim. Në këto kushte, si mund mos jetë idiot ai që i duket vetja me rëndësi ose vuan apo vajton për fatin e tij? A thua se do të zgjasin mendimet e tij? Mendo për lëndën universale dhe çfarë grime saj është e jotja. Për kohën dhe çastin flutarak e kalimtar që të kanë caktuar prej saj. Për fatin dhe sa i vogël është roli yt në të. Një tjetër më bën keq, është problemi i tij. Karakteri dhe veprimet e tij nuk janë të mira. Çfarë më bëhet urdhërohet nga natyra universale. Çfarë bëj nga natyra ime. Pjesa sovrane dhe drejtuese e shpirtit tënd duhet të mbetet e paprekur nga trazimet e trupit, të çfarëdo shkalle qofshin. Të mos përzihet me to, duhet të rrinë në domenin e vet dhe t'i mbajë ato ndjenja brenda sferës së tyre. Kur ato përmes afrisë që përshkon një organizëm të njësuar depërtojnë tek mendimet, mos u përpiq që t'i rezistosh sensacionit. Sensacioni është i natyrshëm, por mos e lejo mendjen që ta gjykoj përjetimin si të mirë apo si të keq. Jeto me Zotat. Me Zotat jeton kush u tregon natyres së është i kënaqur me çfarë i është dhënë dhe përmbush vullnetin e shpirtit, atë pjesë nga vetvetja që Zeusi, si mbikëqyrës dhe drejtues, i ka dhënë çdo njeriu, që është mendja jon, arsyeja jon. Mos u acaro me atë që i mban erë goja apo sqetullat. Çfarë fiton? Me atë goja ato sqetulla që ka njeriu, atë erë të mbaj. Por njeriu ka arsye, nuk arrin ta kuptoj problemin e vet.
por arsye ke edhe ti. Shfrytëzoje për të zgjuar arsyen e ti. Tregoj problemin, sillja në vëmendje. Nëse të dëgjon, zgjidh problemin pa që nevoja që të zemrohesh. As aktor tragjik, as prostitut. Mund të jetosh këtu si të shpreh të jetosh pasi të ke shikur prej këtej. Nëse të tjerët nuk ta lejojnë këtë, mund ta lësh jetën që tani, por i bindur se nuk e humbur asgjë. Nëse ty mi mbush dhomën, dil nga dhoma. Çka këtu për ta bërë të madhe? Por derisa nuk ka shkuar puna deri në atë pikë, jam i lirë. Askush nuk më pengon për të bërë atë që dua. Dhe unë dua atë që përputhet me natyrën e një krijese racionale dhe sociale. Mendja e botës mendon për të mirën e përgjithshme. Krijoi format e ulta për hir të formave të larta dhe përshtati format e larta me njëra tjetrën. Shiko si ka nënshtruar, koordinuar dhe i ka caktuar çdo gjëja atë që i takon dhe si ka harmonizuar qenjet më të epërme. Si e sjell ndaj zotave, prindërve, vëllezërve, motrave, gruas, fëmijëve, mësuesve, tutorëve, miqve, të afërmve, shërbëtorëve, si e sjell? Mund të pohorste ndaj askujt nuk e thën apo nuk e bër asgjë të padrejtë të padenj, mundesh? Sill në mendje gjithë çfarë ke kaluar, gjithë çfarë ke përballuar, dhe që jeta e detyra jote janë në fundin e tyre. Sa pamje të bukura ke parë, sa dhimbje e kënaqësi ke përbuzur, sa ndere ke refuzuar, dhe me sa mos përfillës je treguar i mirë. Pse shpirtrat e pazhvilluar dhe ignorant ngatërojnë atë që është i zhvilluar dhe i urt? Dhe cili është shpirt vërtet i zhvilluar dhe i urt? Kush njeh fillimin dhe fundin dhe arsyen që përshkon gjithçka dhe në përjetësi drejton çdo gjë nga një cikël tek tjetri. Së shpejti do të jesh një grusht hi apo eshtra. Thjesht një emër e shumta, por edhe emri është thjesht një tingull, një jehon. Gjërat që duam në jetë janë kotësi, kalbësi dhe parëndësi. Njerëzit janë si qend që i ndërsehen njëri tjetrit, si fëmijët grindavec që tani qeshin, tani qajnë. Besimi, njerëzia, drejtësia e vërteta janë larguar nga toka në Olimp. Atëherë, çfarë të mban akoma këtu? Objektet që tregojnë shqisat janë në ndryshim të vazhdueshëm. Organet e shqisave janë të vagullta dhe gënjehen lehtë. Vetë shpirti është thjesht tym nga gjaku. Lavdia në një botë të tillë është krejt e pavlerë. Atëherë, çfarë mbetet? Të presim me dinjitet fundin, qoftë shtukjen apo transformimin. Dhe derisa të vijë kjo kohë, të nderojmë zotat, të trajtojmë qenjet njerëzore siç e meritojnë, të jemi tolerant me të tjerët dhe të rrept me veten. Dhe mos harro, përtej trupit tënd asgjë nuk të përket dhe asgjë nuk është në kontrollin tënd. Mund të bësh një jetë të qetë nëse i përmbahesh udhës së drejtë të veprimeve dhe mendimeve. Shpirti i njeriut, si shpirti i gjithë krijesave racionale, ka dy karakteristika të përbashkëta me shpirtin e Zotit. Nuk mund të pengohet nga të tjerët dhe për të e mira gjendet tek të menduarit dhe të vepruarit e drejtë, dhe përdorimi i kësaj të fundit si kufi për dëshirat. Nëse kjo e keqe nuk vjen nga unë dhe shoqëria nuk rrezikohet prej saj, pse vras mendjen për të? Si mund ta dëmtoj shoqërinë? Mos u rrëmben nga përshtypjet e tua, por ndihmo të tjerët me aq sa mundesh dhe aq sa ju takon. Dhe nëse humbja e tyre nuk ka lidhje me ndonjë gjë thelbësore, mos e trajto këtë si disfat, se ky është zakon i keq. Sillu më mirë si plaku, i cili kur del kërkon lodrën e jetimit, ndonse e dinte se ishte thjesht lodër. Kështu vepro edhe ti. Kërkon aprovim apo podiumin? Harrove çfarë do thot kjo? Po, por ishte me rëndësi për ta. Është kjo arsye për t'u bashkuar marrëzisë së tyre? Dikur isha njeri me fat, por një ditë fat më braktisi. Por njeri i bekuar nga fati është kush i ka caktuar vetes një fat të mirë. Fat i mirë do të thotë karakter i mirë, synime të mira dhe veprime të mira.